ju përqërohem, të gjithë së bashku të bëjmë të pamundrën. Këta fëmijë janë nesëmra jonë, janë ardhmja jonë, dhe meritojnë si çdo kush tjetër të jenë pranë familjes së tyre, kanë nevojë për dashurinë tanë, kanë nevojë për mbrojtjen. Kur siguria e këtyre fëmijëve, kur siguria e jetës mbi të gjitha. Kjo është thirrja e dëshpëruar e motrës së Marteo Beaj, 3 vjet i humbur. Ajo kërkon që shteti të bëjë diçka për të gjetur vllain e saj. I drejtojmë Ministrit të Brendshëm, Zotit Semir Tahirit, i drejtojmë Kryeministrit të këtij shtetit, Zotit Edi Rama, që të bëjnë të pamundurën për zbarin e këtyre çështjeve, të hedhin dritë mbi fatin e këtyre fëmijëve të humbur. Përpos faktit për një Shqipëri të bukur dhe të zhvilluar, ne kemi nevojë për fëmijët tanë, për vllajën tim. Kemi kaq shumë nevojë për Mateon tonë. Na mungon kaq shumë. Në ditën kombëtare të fëmijëve të humbur, linja kombëtare për këta fëmijë ka reaguar në një protestë përballë Ministrisë së Brendshme. Kjo linjë raporton se çdo ditë një fëmijë mendon të largohet apo është larguar nga shtëpia në Shqipëri. Arratisi apo largimi nga shtëpia e fëmijëve dhe adoleshentëve për disa orë në disa ditë është forma më e përhapur e manifestimit të refuzimit që fëmijët në Shqipëri i bëjnë situatave familjare, dhunës, abuzimit dhe neglizhimit. Sot u kujtuar Mbleuna Mata, e cila ka 4 vite është dukur pas një gjurmë, Julian Çela 18 muaj humbur, Mirjeta dhe Isamat Muja 6 vite të humbur. Linja kombëtare për fëmijët e humbur kërkon nga të gjitha institucionet përgjegjëse angazhim serioz për intensifikimin e kërkimeve për gjetjen e këtyre fëmijëve të cilët nuk u dihet fati. Të krijohet një regjistër kombëtar për të gjithë trafikuesit, shfrytëzuesit dhe abuzuesit e fëmijëve. Trajtimi me emergjencë të çdo denoncimi për rastet e fëmijëve të larguar nga shtëpia dhe shpalljen si fëmijë të humbur të çdo fëmije që nuk është gjendur brenda 6 orëve nga momenti kur është deklaruar i humbur.